Generali serb Nebojša Pavković, i dënuar për krime të rënda lufte në Kosovë, është liruar nga burgu në Finland dhe ka mbërritur në Beograd. Pavković ish komandanti i ushtrisë së tretë të Jugosllavisë dhe shefi i shtabit i përgjithshëm vuajtej një dënim për 22 vitesh, vendimi i dhënë nga Tribunali i Hagës. Mekanizmi ndërkombëtar i mbetur për tribunalet penale vendosi për lirimin e tij të parakohshëm për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore. Me të mbërritur në aeroportin e kryeqytetit serb, ai u transportua me ambulancë drejt një klinike. Në vitin 2009, Pavković u shpall fajtor për të gjitha akuzat ndaj tij dhe u dënua për dobimin dhe zhvendosjen e detyruar të shqiptarëve për persekutime dhe vrasje gjatë fushatës së pastrimit etnik në gjysmën e parë të vitit 1999. Akt akuza ndaj tij dhe disa gjeneralëve të tjerë serb u ngrit në fund të vitit 2003, ndërsa ai u dorëzuar në vitin 2005 në Tribunalin Ndërkombëtar për ish Jugosllavin. Pavković ishte një nga figurat kryesore ushtarake të regjimit të Miloševićit, i cili udhëhoqi operacionet të Kosovës gjatë luftës. Bashku me to u dënua edhe figura të tjera të larta të ushtrisë dhe policia serbe, ndërsa ish presidenti Slobodan Milošević vdiq në parabugim pa u shpallur fajtor.